Jemi sërish bashkë në gjykatën themelore në Prishtinë, sot ka nisur paraqitja e mbrojtjes së të akuzuarit për rastin e vrasjes së Liridona Ademajt, Kushtrim Kokalla. Pyetjet ndaj tij ka nisur nga avokati i tij Ndrec Dodaj. Sipas aktakuzës, Kokalla ngarkohet se në bashkëkryerje me të pandehurin Naim Murseli dhe Granit Plavën kanë kryer veprën penale vrasje e rënd. Ndërkaq në këto momente që po flasim, seanca është e mbyllur për publikun, ku Kushtrim Kokalla po paraqet mbrojtjen e tij. Kjo bë pasi Kokallës do t'i parashtrohen pyetje për jetën private të Liridona Ademajt dhe Naim Murselit. Për gjitha zhvillimet që po ndodhin sot në gjykat, por edhe për dëshminë që ka dhënë Granit Plava dje, do diskutojmë me një panel të zgjedhur. Fillimisht bashkë me mua është Dita Makasoaqi, kriminologe. Dita, faleminderit shumë për këtë inkuadrim. Përshëndetje. Pra duhet fillojmë ndoshta edhe me dëshminë që ka dhënë Plava dje, për gjitha ato që u thanë. Si e keni parë dëshminë e tij? Pastaj do ndalim në detaje për këto që i dha Kokalla sot. Kështu, rasti i Naim Murselit, nuk po duhet cek me thonë rasti i vrasjes së Liridonës, sepse është me të vërtetë shumë shqetësuese. Dhe po përmendet shumë shpesh, është një lloj femicidi, një vrasje e bërë tek një grua, tek një nën, dhe është me të vërtetë shqetësuese se dje kemi parë dhe dëshminë e Kushtrim Kokallës. Dhe pikërisht roli i tij është kyç nga këndvështrimi juridik dhe provues, dhe dëshmi që po jep ai nuk po na çojnë në një rrugë në të cilën mundet ndoshta me u gjetë një zgjidhje apo të përcaktohet një masë dënimit të tëra. Në këtë rastin, domethënë përgjithësi i kemi 3 role, po duam i cek këta për me mujt pastaj me ndërlidh me Granit Plavën. Sipas aktakuzës, Naim Murseli në këtë rast është ekzekutor, është ekzekutorin Granit Plavën dhe një figurë ndërmjetëse me peshë të veçantë kemi Kushtrim Kokallën, i cili ka qenë në rolin ndërmjetësues. Nëse provohet se ai ka luajtur rol të ndërmjetësimit apo kontaktit apo sigurimit të mjetit të krimit, atëherë kemi një strukturë të plot të bashkëkryerjes penale. Domethënë, çfarë do që dëshmojnë apo deklarojnë të tret, ne në fakt në rezultat do të kemi një bashkëkryerje të veprës penale, e cila konsiderohet si vrasje të organizuar në nivelin mikro në aspektin kriminologjik. Gjithashtu kemi një tentativë më herët të treguohet rasti si një rast tjetër dhe më pastaj të zbuluohet se është vrasje. Dhe kjo në kriminologji njihet si inskenimi i vendit të ngjarjes për të devijuar hetimet, të cilat janë bërë deri në ato u deshme u bë deri në ato momente. Dita, këto fshehja themi e provave po është e pamundura, sepse autoritetet kanë bërë një punë të mirë, tashmë gjitha rrethanat pak a shumë janë qarta. Dhe mund themi që edhe këto deklarimet e Murselit, por edhe të dy të dyshuarve tjerë janë shumë në kontradikt nga seanca në seancë. Çka mund themi për këtë? Po, autoritetet kanë bërë të gjitha që duhet bërë, të gjitha elementet na çojnë pra të këta 3 persona, për shkak se janë duke u zhvilluar seancat, tani kanë mbetur vetëm domethënë deklarimet dhe dëshmitë e këtyre 3 personave, por për te analizës kriminalistike, domethënë të hetimeve, ky rast duhet parë dhe si një kontekst me gjë shoqëror dhe çdo detaj që ata e japin në deklaratat e tyre duhet të bëhet të krijohet një zinxhir logjik ku do të na çojë deri tek skena e vërtet e ngjarjes. Fjala e deklarimi i Kushtrim Kokallës ku thotë se nuk më kujtohet është një mënyrë për t'i ikur dëshmisë, pra
mos të përdorni dëshmi të rrajshme, mirë po për të ikur të vërtetës. Dhe përderisa i kujtohen të gjitha detajet tjera që kanë ndodhur lidhur me rastin, të mos i kujtohet ai moment është me vërtet shumë shqetësuese. Dhe mos deklarimi i tij në mënyrë të drejtë është me të vërtetë shqetësuese, sepse Kushtrim Kokalla sikur dëshmitare luan një rol me të vërtetë kyç për zbardhjen e rastit. Për këtë arsye duhet të bëhet një ndërlidhje mes deklaratave, dëshmive të këtyre 3 personave, mirë po është e pamundshme sepse në çdo seancë japin verzione të ndryshme. Unë mendoj në aspektin kriminologjik, po them, që është një vrasje planifikuar, e cila po vazhdon të jetë planifikuar. Dhe këta 3 persona unë dyshoj që janë në kontakt, ndoshta indirekt, sepse direkt nuk munden me qenë, mirë po është një organizim, një planifikim, ndoshta për të bara nuk mundet me ju heq asnjërit, mirë po për me zbutë ndoshta dënimin. E qartë. Dita, kur jemi tek këto dëshmi, nga seanca në seancë, gjatë gjithë kohës po ka informacione të reja, nga kjo dëshmi e Kokallës sot, a i tha që 2 familjet, edhe familja e Murselit, por edhe të ndjerës Liridona, kanë qenë në dieni për disa mosmarrveshje mes çifti, që ka pas xhelozi dhe gjëra të tilla, që mos ta citojon këto, po e ndjekim bashkë deklaratën edhe kthehemi e diskutojmë prapë. Nuk jam i vetëm i person që jam në dieni që kanë pas probleme. Avokat, vetëm pak nëse mund të interferoj, kur i referoheni problemeve, për çfarë probleme e keni fjalën? Probleme ty nuk është. Nuk ju ka thënë sa me çfarë probleme është? Se këto në fakt, këto probleme kanë ditë dhe familja Demaj, kanë ditë dhe familja Rejme. Nuk jam unë i vetëm që probleme ata. Kanë ditë ata para veç kanë probleme me zedi. Edhe familja e Naimit, pra i madh i vogël i kanë ditur këto probleme. Bukum pa përshëndet që do të kuqyke punë, që jo të Avokat, pra po insistoj të këtë probleme me qenë si pas kanë ditë tonë të një probleme. Nuk kanë se jam të zeshtë atë një ty që për faktikisht, të zeshtë gjatë mos qashtë në rregull, avokat veç nëse kishte me qenë mirë për trupin gjykus në ditën për Jo, problemet nëse kanë ditë, një volit probleme, pa kanë pas mos marrëveshje me zvetja. Nëse. Ka treguar Naimit cilat janë problemet. Mua më ka treguar, kanë ditë jo që më ka treguar mua, po kanë ditë edhe familja vet. Do të thonë familja e Demaj. Probleme punë xhelozie, punë çësi gjëra. Janë të tilla, Jo, tim vazhdo aty ku çast fshi punë xhelozie e të tilla probleme. Dita, punë xhelozie kësi gjëra, tha Kokalla, ndërkohë që e dim që familja Demaj ka thënë gjatë gjithë kohës që nuk kanë qenë në dieni se ka pas ndonjë mosmarrveshje mes çiftit. Gjithçka ka shku mirë, qoftë edhe fakti që ata dhe kanë darkuar ose drekuar themi atë ditë. Kështu, rasti i Liridonës për atë sa është bërë publik nga ngre pikërisht këto pyetja, ka pasur shanja paralajmëruese më herët. Dhe këto mundet me i ditë vetëm rriti i ngushtë dhe familja. Mirë, po në momentin kur ka ndodhur rasti, ndoshta familja nuk ka dashur apo njerëzit të cilët i kanë njohur të dytë, nuk kanë dashur të dëshmojnë në këtë mënyrë. Mirë po, ne nuk e dim a kanë ekzistuar probleme të mëhershme që nuk janë trajtuar tek çifti dhe ka ardhur deri tek kjo. Kjo na çon e gjithë kjo histori, këto deklarime na çon në dimenzionin më të gjerë që unë e quaj femicid, është vrasje një gruaje dhe është në kategoria e femicidit uksorcit. Këto janë terme të fushës së kriminologjisë, mirë po du me ndo me ju, për arsye se duhet të kuptojmë që mund të jetë një formë tjetër e veprës penale. Nuk është vrasje e thjeshtë, mirë po është një vrasje e cila ka ardhur si rezultat dhe si pasojë e mosmarrveshjeve të çiftit gjatë gjithë kohës. Lidhet drejt për drejt me faktin që viktima është gru, edhe brenda një marrëdhënie ku shpesh ekziston pavarazi, kontroll apo dominim, apo njëri prej domethënë partnerëve është në profilin
tipik të Naim Ursilit, të cilën unë e konsideroj si me simptomatologji të psikopatisë dhe mungesës së empatisë. Për këtë arsye raste të tilla nuk janë vetëm çështje individuale mes tyre, por janë një problem shumë më i gjerë, që burron për problemeve të mëhershëm të këtyre. Prandaj vrasja e Liridonës është me të vërtetë thirrje për reflektim, për të kuptuar më mirë se sinjalet paralajmëruese që i kanë çiftet më herët apo dominimi i njërit prej çiftit dhe dhuna psikologjike, fizike, ekonomike gjatë gjithë kohës mund të vjenë deri tek një tragjedi siç ka ndodhur edhe tek rasti i përmendur. Paka shumë është të ngjashme dhe me atë që ka ndodhur në majas të Podujevës, kjo thirrja që po bëhet vazhdimisht nga profesionistë që nëse familjet vren diçka gjithmonë duhet flitet, sepse nga këto probleme të vogla mund të shkojmë deri në këto probleme që as pak nuk e arsyeton gjithsesi. Dita, dua të pyes edhe për diçka tjetër. Gjatë dëshmisë së tij dje, Plava ka përmendur edhe një person tjetër, një fytyrë publike që është zotri Bexhet Pacolli, e ku Plava tha se zotri Pacolli ka qenë në dieni për gjithçka. Ndërkohë që Pacolli pastaj doli me një sqarim dhe natyrisht u distancua nga krejt kjo, po çfarë mund themi kur persona të tjerë përfshihen si dëshmitar në këtë rast? Për këtë rastin, me të vërtetë doni u befasova kur e pash deklaratën, mirë po nuk po mendoj nga aspekti profesional që duhet merren parasysh, sepse kjo mund të jetë një mënyrë apo metodë për të dashur një mbështetje tjetër që për t'i ikur pak a shumë asaj në të cilën po përfshihen dhe janë, kështu që nuk më duket e drejtë dhe etike të flas këtu për këtë dhe po mendoj që është tërësisht një inskenim prap i këtyre personave për të përfshirë një person si kur zotri Bexhet Pacolli. Po, vetëm në aspektin se a mund të ftohet për një deklarat, nëse një i dyshuar mund ta përmend si një dëshmitar të këtij rasti. Pra si funksionon? Më shumë e kemi ta sqarojmë këtë se a duhet se secili emër që përmendet të ftohet për dëshmi nga gjykata. Shikoni, Granit Plava është i dyshuar në këtë rast si ekzekutues, domethënë kryesi veprës penale, andaj çdo gjë që flet ai merret parasysh, mirë po jo persona të cilat ai do t'i përfshin. Në momentin e parangritjes së akuzës janë mbledhur të gjitha provat dhe të gjithë dëshmitarët dhe të dyshuarit, andaj mbetet prap në vlerësim të gjykatës nëse është e arsyeshme të ftohet dikush përveç familjarëve në këtë rast. E dini rastin kur ka qenë i ftuar për dëshmi baba i Naim Ursilit, mirë po nuk ka dashur të dëshmoj. Andaj për personat tjerë të cilët ceken përgjatë dëshmive, aty mbetet të vlerësoj gjykatë si prokurori i rastit, dallon prej rastit në rast. E qartë. Dita, unë falenderoj shumë për këtë inkuadrim. Faleminderit shumë prej. Faleminderit shumë. Natyrisht do të vazhdojmë edhe pak të flasim për këtë rast, do kemi edhe inkuadrime të tjera, por do të ndalemi edhe pak tek zotri Pacolli. I njëjti, siç e thash edhe më herët, ka bërë një sqarim sa i përket përmendjes së emrit të tij nga i dyshuari Granit Plava dhe do e lexojmë bashkë se çfarë ka thënë. Me disa fjala i ka thënë që distancohet dhe e sheh si një lloj të themi kështu tentimi për ikje nga vepra që është bërë dhe natyrisht tha që distancohet edhe nga kjo vepër. Ndërkohë që përmendi dhe ato rastet kur ai është gjindur zotrit Murseli, dim që Murseli ka qenë edhe këshilltar i zotrit Pacolli. Pra, zotri Pacolli thotë, njerëzit më të rrezikshëm nuk janë gjithmonë ata që bota i njeh si të këqij, shpesh janë ata që i kanë ndihmuar më së shumti e që sapo u ndal dorën kthehen kundër teje me helm, përgojim dhe pabesi. Ata harrojnë të mirat që kanë marrë, harrojnë dorën që i kanë mbajtur dhe fjalën që i kanë mbrojtur. Dhe kur nuk mundën më të mbajnë peshën e zgjedhjeve të veta, kërkojnë të shpëtojnë, duke përmendur emra që nuk u përkasin më jetës së tyre. Kjo nuk është forcë, kjo është varfëri karakteri.
Po e them qartë, jam distancuar prej kohësh nga çdo njeri dhe nga çdo rrugë që nuk më përfaqëson. Ndihma që i kam dhënë dikujt dikur ka qenë njerëzore, por zgjedhjet që ai ka bërë më pas i përkasin vetëm atij. Tutje zotri Bacolli thot se askush nuk ka të drejtë të përdorë emrin tim për alibi, për mbrojtje apo për larje të imazhit. Emri im nuk është streh për askën që përpiqet të fshihet të vërtetën pas emrit të tjetrit. Kam heshtur nga dinjiteti, jo nga frika, por heshtja ime nuk është dobësi, është refuzim për të rënë në nivelin e atyre që pasi ushqehen nga mirësia e kthejnë atë në helm. Dhe në fund njeriu nuk bëhet i lig nga mungesa e përkrahjes, ai thjesht tregon atë që ka brenda tij. Gjatë gjithë kohës ka qenë reagimi i zotrit Bacolli për përmendjen e emrit të tij. Ndërkohë tani do të vazhdojmë diskutimin me Faton Mehmeti, gazetar. Faton, faleminderit shumë për këtë inkuadrim. Faleminderit juve, kënaqësia ime. Në fakt nuk është edhe shumë kënaqësi të flasim për raste të tilla, por është mirë që kemi gazetarë që dinë informacione. Njëjtë keni reaguar ju edhe sa i përket asaj dëshmie të Granit Plavës. Ju e shihni Granit Plavën, themi kështu si një urë kryesore e gjithë asaj çfarë ka ndodhur, apo jo? Patjetër, Granit Plava tashmë është rikthyer në bashkëpunëtor të drejtësisë, edhe një gjë e tillë kam parashikuar qysh herët, marr parasysh faktin që Granit Plava tashmë gjitha faktet dhe dëshmit janë që ai ka qenë i përfshirë në këtë vrasje. Prandaj edhe nuk ka pas nga t'ja marrë përveç ta pranoj fajsin dhe nënën tjetër të tregoj detaje ekskluzive nga gjithë kjo vrasje. Kështu që ballafaqimi kryesor gjithë këtë histori pra është mes Granit Plavës edhe Najmurselit dhe me detaje shokuese që kanë dalë, siç është ajo që Najmurseli pra i ka thënë që edhe në rast që do të zihesh për shkak kësaj vrasje maksimumi që do të trish prapra grillave është 2 vjet për shkak të influencës së tij të madhe. Gjithashtu kanë dalë detaje edhe për përmendjen e Bexhet Bacollit. Thjesht kjo ka qenë një tentativë në Najmurselit për ta shpërndar si thua vëmendje nga ai dhe për të implikuar personalitetet të fuqishëm në mënyrë që këtij procesi të jap një kohë krejtjetër. Po, a mund t'jetë kjo ndoshta një koment që mund t'ja ketë bërë Murseli Plavës si një lloj sigurie të themi kështu t'ja jap, a mund t'jetë edhe ky version, Faton? Kështu s'paku janë aludimet e tij, po sigurisht se Naimi përveç që i ka premtu si thua 30.000 euro, i ka premtu edhe siguri, se përndryshe nuk do ta merrte rrezikun Granit Plava për ta bërë një vrasje në atë mënyrë që siç është bërë. Kështu që sigurisht këto janë të vërteta. Unë besoj që janë të vërteta, mirë po përderisa nuk ka diçka të shkruar dhe është vetëm fjalë goje, natyrisht i lindë të drejta Najmurselit për ta kundërshtuar një gjë të tillë. Gjithsesi, në bazë gjithë fakteve dhe aludimeve që kem pas deri më tani, është shumë e mundshme dhe është pra besoj unë që ta Granit Plava pra duke qenë bashkëpunëtor i drejtësisë po e thot vetëm të vërtetën këtë histori. Po. Pra mendon që mund dalin edhe detaje të tjera me që ai po bashkëpunon me drejtësinë. Pra do dalin detaje të reja në seancën e 17 prillit nga ora 9:30 kur pritet të fillojë përfundimi i këtij procesi. Pra sipas informacioneve që kemi ne si gazetar, 15 prillit do të jetë edhe fjala përmbyllëse sa i përket këtij rasti. Po, ndërsa me 17 prill pra do të mbahet seanca kur edhe do të pritet që t'jepet pra pak a shumë të ketë edhe fjalën e fundit edhe Kokalla i cili pritet që të zbuloj detaje ekskluzive nga marrëdhënia personale që ka pas Naimi me Najmurseli pra me tashmë të ndjen Lidona Dema dhe këtu është fjala për një tradhti që thuhet dhe supozohet që Naim Murseli kishte bërë një tradhti paraprakisht me një të ofërme, respektivisht me vajzën e dajës, pak a shumë kjo është detaj ekskluziv. Ka qenë kjo si diçka që është përmendur edhe më herët, pra njofësia që ka pas Murseli. Pikërisht për këtë që të mos bëhet publike një gjë e tillë, prokuroria pra gjykata në fakt ka vendosur që seanca të jetë mbyllur
për dëshmin e Kokollës. E qartë, me që jemi të këto marrëdhëniet familjare dhe themi për informacionet që kanë pas familja. Sot Kokalla tha që të gjithë kanë qenë në dijeni për mos marrëveshje që kanë pas e ndjera me Murselin. A i tha që bëhet fjallë për disa xhelozie gjëra tilla. Ka pas ndonjë deklarim nga familja me sa mbaj men unë, këta janë distancuar se ka pas probleme? Ata janë distancuar për e vërtet anë që ka pasur. Të dy partnerët e kanë akuzuar njëri tjetrin për tradhti. Pra dhe Naimi e kishte akuzuar Liridonën, ndërsa Liridona kishte pasur si thuash sipas informacioneve gjithmonë, pra ka pas disa akuza në drejtim të Naimit pikërisht për këtë lidhjen e supozuar që e përmendëm më herët, dhe në anën tjetër pikërisht këto të dy partë kanë akuzuar njëri tjetrin, mirë po kishin rënë në një lloj udhëtie që për hir fëmijëve ta vazhdonin si thuash marrëdhënies. Po ku nga ona Liridonës kjo gjë ishte vetëm si e përfunduar si histori, derisa duket që Naimi ja ka punu prapa krave për t'ja bërë varrin dhe në mënyrë që edhe kjo histori të futet në varr, mirë po edhe në anën tjetër të përfitonte në aspektin ekonomik. Jo, në fakt kjo është e tmerrshme. Këtë e bëjnë shumë burra kosovarë që në momentin kur kanë diçka të vetëm pastaj mundohen që t'ja bëjnë edhe tjetrës, por ka dhe shumë gra që ndoshta shumë shpesh e falin tradhtin, heshtin dhe familjarët nuk do thotë që patjetër mund të kenë informacione sepse mbajnë për veti që mos shkatrohet familja. Prandaj këto mund besin aludime sepse nuk ka diçka zyrtare as nga dëshmitë që janë dhënë. Do të ndalemi pak faton tek dëshmia e Kushtrim Kokallës. Ai thotë se s'kan bërë asnjë marrëveshje dhe se kam takuar as Naimin e as Granitin. Pra thotë që nuk ka pasur asnjë marrëveshje. Çka tregojnë dëshmit nga autoritetet? Dëshmit tregojnë krejt diçka tjetër, pra që kë ka qenë ndërmjetësuesi. Fillimisht Naim Murseli Kokallës i ka propozuar për ta kryer vrasjen, mirë po, meqenëse se ka qenë detyrë në pozitën që ka qenë pra në FSK, pra edhe i ka thënë që nuk mund ta bëj për shkak detyrës, edhe për mirë po mund ta gjej dikë, pra ka qenë ulidhse në mes të plavës edhe të Murselit. Pikërisht, pra Kokalla ka qenë ai që i ka njohur këta dy mes vetes, sepse Naimi nuk ka që kishte njohur Granit plavën me hetë, por përmes Kokallës e ka njohur. Kështu që në bazë tabulatave që kanë dalë nga telefonata që kanë nxjerrë prokuroria, janë si thuash bisedat që ka shkëmbyer Naimi pikërisht me Kokallën pikërisht për këtë rast. Kështu që gjitha këto janë të pavërteta dhe besoj që ai po e thot një të pavërtet madhe, sepse dëshmitë janë kërkuar. Po, Paton, nga dëshmia e tij thotë se në deklaratën fillestare që ka dhënë në polici, disa hetuesi kishin thënë atij se është i arrestuar për veprën, për cilën edhe bëhet fjalë dhe thotë që më kanë thënë që ti je kryesori në këtë punë edhe pse se ke ngre gishtin, ti e ke bërë të gjithë skenarin dhe është në interesin tonë dhe tuajin që të na tregosh se si e ke bërë skenarin. Po sigurisht, kjo është si një metodologji e prokurorisë për ta futur si thuash në lojë, në kuptimin që ta pranoj akuzën dhe të kthehet në bashkëpunëtor të drejtësisë. Pra, këto janë metoda të njohura tashmë në ekspertizën policore dhe nuk ka asgjë të keqe, thjesht ka qenë një lloj tentative për ta futur si thuash në rrotë e veta në mënyrë që të ketë mundësi dhe të ketë prova sa më të forta për ta denuar gjithë këtë grupacionin e gjithë kësaj historie. Po është e vërtetë që prokuroria dhe policia kanë pas fakte të mjaftueshme përderisa e kanë kapur edhe Kokallën dhe ne, siç e tham, tabulatët që kanë dalë nga bisedat që nxjerr nga Naim Murseli e dëshmojnë pikërisht atë që e tham më herët. Kështu që nuk ka asgjë të keqe në gjithë këtë që ka thënë policia, thjesht është një lloj po them një lloj mënyre se si me përfitu dhe me ta në bashkëpunëtor të drejtësisë, sigurisht. Po, Paton, edhe një pyetje tjetër natyrisht sa i përket arsyes që e ka dhënë Kokalla sepse ka pas kontakte kaq të afërta me Murselin, ai thotë se ka mbajtur afër për shkak të një kredie me shumë prej 25.000 euro që Murseli ja ka marrë Kokallës. Dhe thotë që kjo ka qenë arsyeja pse ai ndoshta edhe është sill mirë dhe këta janë ato afërt familjarisht. Pra nuk është kjo arsye, këta janë ato afërt familjarisht. Prandaj u njohur familjarisht, kanë po tyra dalëra. Nuk mund të ketë qenë edhe kjo kredi si shtesë, mirë po nuk ka qenë si thuash arsyeja e vetme për shkak këta dy janë njohur. Kështu që thjesht Kokalla po munduhet për ta nxjerrë veten sa më pas në gjithë këtë histori, po askush nuk mund ta menjanoj rolin e tij, një rol shumë të rëndësishëm, sepse nëse Kokalla nuk do ta kishte njohur me Granit plavën ose
edhe për më tepër do ta kishte denoncuar qysh fillim në polici planin e Marselit për ta vrarë Liridonën, tashmë ajo do të ishte gjallë, kështu që nuk mund zhveshet nga përgjithësia s'kë pavarësisht aludimeve të tij. Po. Faton, edhe kjo e fundi që tashmë po diskutohet shumë është fakti që Kokalla ka thënë gjatë gjithë kohës se nuk e ka ditë as për njoftësinë që kanë pas Murseli me Plavën. Dhe Kokalla thotë që në pumpë janë takuar të tretë, por se nuk është biseduar për diçka konkrete, për pas disa biseda të rëndomta dhe aty kanë qëndruar për 5 ose 10 minuta. Kokalla u përgjigj tutje se po atë natë pas kthimit nga Prishtina, Murseli ka kërkuar numrin e telefonit të Plavës dhe thot, unë ja kom përcjell numrin, por nuk kam qenë në dieni se çfarë kontakte kam pas. Pra po i bie që gjatë gjithë kohës Kokalla ka qenë si personi që i ka lidh dhe ka shpërndar kontaktet mes këtyre dyve, mes Murselit dhe Plavës. Kjo nuk është e vërtet, kjo nuk është as pak e vërtet. Unë në bazë dëshmive dhe në bazë të vërtetës që kanë dhënë prokuroria, pra ka qenë Kokalla, pra ai që i kanë njohur këta dy mes vete dhe jo e kundërta. Pra nuk është e vërtet, thjesht këto janë disa fjalë pa fakte të tij, dhe cilat po them prapë po mundohet që të përfitoj nga përgjithësia që e ka, po absolutisht nuk është e vërtet që gjithë ato që i ka thënë. Kështu që faktet janë ndryshe. Faktet janë plotësisht ndryshe, disa fjalët e tij janë ndryshe. Në këtë kuptim besoj që në fund të këtij procesi gjykata do të bazohet fakte dhe jo në fjalë që i thot kushdo tjetër, sepse po të nismi nga fjalët e Naim Murseli, thotë që unë fillimisht ka thënë që unë s'kam qenë fare aty, pra prezent, derisa më vonë e ka demantuar vetveten duke thënë që unë momentin kur është afru, tash me Granit Plavë, unë i kam marrë fëmijët dhe kam largu. Kështu që fjalët para prokurorisë dhe para gjykatës janë thjesht pa vërteta përdesa nuk shteten në dëshmi të forta. Po, dhe nga dëshmi tjera, Faton, sepse po bëjmë një analizë të asaj se çfarë po thuhet në këto seanca, është thënë që Naimi mi ka dhënë 300 euro për pagesë të kredis, pasi ko marrë kredi për Naimin, ndërsa një shumë prej 500 euro ja ka dhënë Granitit. Nuk më kujtohet diçka, veç ja ka dhënë dhe i ka thënë Knaço. Graniti në prezencë time nuk ja ka kërku, ky ja ka dhënë vetë dhe unë beta i shokuar nga ky veprim. Çka dëshmon kjo? Kjo thjesht dëshmon se Granit Plova pra ka marrë para për te pazari që e kanë bërë për 30 mera, ka marrë dhe para shtesë në mënyrë që t'jetë më relaksuar, në mënyrë që mos t'i bie, mos t'pendohet, si thua, në momentet fundit për ta kryer ekzekutimin e Liridonës. Kështu që Naimi i ka qëndruar afër me para, me mbështetje logjistike dhe i ka thënë që edhe unë jam njeri fuqishëm, mund të nxjerr nga burgu, pra i ka kriju gjitha kushtet në mënyrë që ai të bindet përfundimisht se duhet ta kryejë këtë vrasje. Kështu që unë po them prapë, çdo gjë që thot Kokalla është e pavërtet në këtë rast, po sepse ai në vend që të rikthehet në bashkëpunëtor të drejtësisë, me çka do mund të përfiton të ulje dënimit, ai vetëm po e zhyt veten ama tepër me këto dëshmi të pavërteta, për shkak se prokuroria i ka krejt dëshmi tjera të bazuara në fakte, derisa fjalët e tij janë të pabazuara dhe vetëm sa e demantojnë, si thua, realitetin që nuk mund të jetë ndryshe përveç asaj që ka thënë prokuroria, se prokuroria ka dëshmi të forta, kështu që unë besoj që në vend që të rikthehet në dëshmitar, ai po rikthehet në kundërvetës. Po, Paton, ndoshta nga krejt këto dëshmi, mund të themi se që i ka thënë Kokalla që mund të jenë pa vërteta, një dëshmi mund të jetë e vërtetë. Dhe është ajo që ai ka thënë në polici qysh nga ato dëshmit e para që ka thënë që Naim Murseli ka thënë kjo punë do të kryhet sot dhe aludon në vrasjen e gruas së tij. Dhe këtë thotë se e ka bërë për shkak problemeve që kanë pas. Pra, ai thotë që nuk e di a është e vërteta ajo, unë e kam dëgjuar këtë Murselin që ka thënë ajo punë do të kryhet sot. Po, pikrisht kjo pra është ajo që tham, sepse dëshmit tabulate gjithë i ka prokuroria, pra nga bisedat që kanë bërë, nga momenti kur kanë shku me marrë armën, nga momenti kur janë kthyer, nga momenti ku kanë pikave, nga momenti ku janë dalë po benzinës, ku e kanë marrë armën, ku Naimi ka thënë se unë do qelloj i pari, do ta provoj, kur ja ka dhënë armën, nga momenti kur është nisur me Liridonën për shkuar në restoran, nga momenti kur ka dalë, etj. Pra gjitha këto janë biseda të nxjerrëra dhe prokuroria i ka paraqit aty. Kështu që çdo gjë tjetër është e kotë dhe besoj unë që dëshmit e prokurorisë janë ato të cilat do ta nxjerrin këtë grup kriminal para përgjegjësisë madhe dhe
unë besoj që dënimi do t'jetë maksimal spoku për 2 të pandehurit, Naimin edhe Granitin, derisa për Kokollën pritet një dënim pak më lehtë, kuptimin e jo dënimit kapital, po një dënim goxhet fort për shkak të përgjegjësisë së tij. E qartë. Mirë Faton, unë të falenderoj shumë për gjithë këto informacione që i ndohen bashkë sa i përket dëshmive. Natyrisht që seanca ende po vazhdon tani pse e mbyllur, do të ketë detaje të reja dhe do të mund të diskutojmë me janë. Seanca e mbyllur pikërisht për dëshmitë që i ceka më lart, për lidhjet intime që ka pas Naimi me Liridonën. Dhe për mos dalën publik pikërisht këto janë. Po, e qartë Faton dhe ne natyrisht e respektojmë këtë. Faleminderit shumë edhe një herë. Gracia ime, kalofshi.